Të dashur shqiptar, nga vjen fjala hardhucë. Me një frymë thellë. Vjen nga fjala hardhe luçe në gjuhën arbëreshe. Varianti i gjuhës çame është hardhuçe, gjithashtu. Është shkurtim i fjalës arbëreshe. Gjuha shqipe shkurton fjalët. Mëngjes e bën mjes. Shtëpi e bën shtëpi. Kabalus kal. Amikus mik. Medikus mjek. Hardhe luçe e bën hardhuçe, të dashur shqiptar. Është për të qartë sepse kjo fjalë është futur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane nga Norberti Jokli. E mendonte të trashëguar nga gjuha Illyre, e folur në Dyrachion, Aulon, Lisiatan, Skodrinon, Antigonea, Penestai, Breukoj, fjalë greke, vemje, të dashur shqiptar. Ne jemi vemje sipas grekëve, vemje jemi. Pra, fjala hardhe luçe është përzierje e variantit të sicilisë Gerdula, që është huazim nga italishtja, gjithashtu Lucertola. Dhe gjuha arbëreshe ka përzier variantin e sicilisë Gerdula me Lucertola dhe ka dalë në shqip hardhe luçe. Pastaj është shkurtuar në shqip në hardhuçe. Tmerë. Tani shikoni gabimin që bëri Jokli, sepse Jokli nuk dinte gjë për dialektet arbëreshe. I kam zbuluar unë krejt rastësisht duke parë filmat e arbëreshëve në YouTube. S'kishte YouTube Jokli, nuk e dinte çfarë gjuhë flisin arbëreshët. Një përzierje midis gjuhës siciliane dhe asaj italiane. Të dashur shqiptar, ky është skandali më i madh në historinë e gjuhësisë shqiptare. I mjeri Norbert Jokli mendonte se gjuha shqipe është trashëgimtare e hillyrishtes. Hillyrët flisnin greqisht. Të gjitha mbishkrimet hillyre janë në greke. Fjala hardhelë vjen si diminutiv i latinices lacerta, që do thot krahi sipërm ose krahu i hardhucës, sepse hardhuca ka krah. Ka këmbë, dhe nga fjala këmbë, krah, vjen fjala hardhuc në latinisht. Nga latinishtja vjen në gjuhën italiane, pastaj vjen në gjuhën siciliane, gjuha arbëreshe e merr të përzier një varianto siciliano-italian dhe krijon fjalën hardhe luçe. Pastaj kjo fjalë shkurtohet në hardhelë ose hardhuçe, që të dyja janë shkurtim i fjalës hardhe luçe, huazim nga latinishtja për në italisht dhe në gjuhën siciliane. Përzihen këto dialekte dhe del shqipja e bukur në Sicili, shqipja arbëreshe. Kjo fjalë shkurtohet në shqip. Pra Jokli mendonte se kjo fjalë është indo-europiane. Ja ta shikojmë. Ai e ka vendosur këtë fjalë në rënjën 1736. I mjeri Jokli, të mjerët ne. Pra, varianti origjinal është hardhe luçe. Është bërë hardhuçe në gjuhën çamëve, hardhuce në gjuhën shqipe, hardhelë në gjuhën çame, hardhelë në gjuhën shqipe, po ashtu edhe arbëreshe. Madje një dialekt arbëreshe ka shkurtuar këtë fjalë në hardhë. Këtë bën gjuha shqipe, vetëm shkurton fjalët. Gjuha shqipe ka shkurtuar fjalën hardhe luçe në hardhuçe, hardhule dhe hardhë, që të treja janë variante të shkurtuara të një fjale me 4 rokje.
shqiptari është majmunizuar nga shekulli 15 dhe në shekullin e 21. Komplet majmun. Do më thënë, po t'ishte gjallë Gjergj Kastrioti, nuk do kupton të asin fjalë shqip. Fare, këta shpëtova unë, këta muslimanë, do thoshte Gjergji i shkret. I mjeri Kastriot, për kë sakrifikoj. Më vjen shumë keq për të, sepse sekretari i tij ishte serb. Dhe të gjitha letrat që ka dërguar Skënderbeu, autoriteteve më të njohura të mesjetës ishin në serbisht të dashur shqiptar, ndoshta Skënderbeu nuk fliste fare shqip. U kënaqet me fjalën hardhele dhe hardheluça, o pellazgë, nga Pradeshi. Ju faleminderit të dashur Pellazgo Drilonas. Jam i pamposhtër të dashur Pellazgë, miru pafshim në filma të tjerë shkencor.